Pse lindi ka vonë ky problem? Çfarë e solli në vëmendje në atë periudhë 2007, 2008, 2009 çështjen e ndarjes e përcaktimit të Shiko, ndarja ka shumë teori që kufiri detar midis Shqipërisë dhe Greqisë ka ekzistuar. Nuk ka ekzistuar. Sakt. Sepse që të kesh një kufi toksor detare tjera, kufi shtetëror me një shtet, jo me hapësirën ndërkombëtare, nuk po flasim me hapësirën. E para duhet të ketë një marrëveshje, duhet të kesh një traktat ose një vendim gjykate ndërkombëtare ose arbitrazhi nuk kanë rëndësi, po palët e kanë pranuar. Kështu është ambasador? E keni shumë saktë. Shqip... Për kufirin detar, protokollet e dikurshme, thonë fillon në gjirin e Fteljas, 500 metra. Ecën në mes gjirin e Fteljas, kthehet Jo, nuk thot kthehet. Jo, nuk thot kthehet. Kthehet djathas dhe ecën në kanalin e Korfuzit. Jo, e ka mund të shkruar, e ka. Edhe më falni, më falë që ndërpreva. Jo, s'ka gjë, s'ka bisedë po bëj. Kjo është pjesë e disinformacionit që është dhënë publikut. Nuk ka patur një kufi detar të përcaktuar dhe të pranuar nga të dy vendet. Absolutisht me të dy vendeve. Ndërkohë që shumë zëra, më vjen keq të them dhe autoritar, kanë deklaruar që ka pas. Jo, nuk ka pas. Ka pas brez kufitar që respektuar nga të dyja palët. Mund të ta trajtoj... Në praktikën ndërkombëtare, nuk konsiderohet kufi ky brez kufitar? Ajo është praktikisht kufi. Jo, trafiku ndërkombëtar... De jure nuk është kufi, po de facto është kufi, shërben si kufi. Edhe një. E njohur edhe nga anijet ndërkombëtare, nga britanikët. Kanali Korfuzit ka drejt në kalimit paqësor. Çdo anije ka drejt kaloj pa të marrë leje. Luftarake apo civile. Pa të marrë leje. Mjafton të zbatoj rregullat e kalimit paqësor. Dhe rregullat janë të përcaktuara. Por thelbi është, janë disa traktate apo ligje që ngrën. I parish protokolli i Firencës. Protokolli i Firencës thot, në gjirin e Fteljas, kufiri kalon sipas një perpendikulare me drejtimin e përgjithshëm të Bregdetit deri në kufirin e detit territorial të Greqisë. Tashti, me interpretoj. Pra perpendikular është një vizë drejt që shkon deri në... Shkon vete deri në mes, por ajo nuk kthehet dot se është vije drejt, nuk merr dot drejtimin e kanalit Korfuzit. Është vije drejt, është, si temu, nuk ka nevojë ta arsyetosh, ta interpretosh, sepse është a priori, vija drejt nuk kthehet. E para. Vija e drejtë është e drejtë. Është e drejtë dhe nuk lakuar. S'është vija e lakuar. Baroj, do me dhe nuk e merr dot kanalin e Korfuzit mes përmet si që pretendojnë. Një. E dyta, mbas incidentit kanalit Korfuzit, qeveria e Enver Hoxhës në datën 9 dhjetor shpalli gjërsinë e detit territorial 6.000 detare dhe vendosi kufirin sipas saj, sipas vendimit të njëanshëm në kanalin e Korfuzit. Është vendim i njëanshëm, nuk është as marrëveshje 6 kilometra. Jo, 6 milje. Brenda, në tërësi e tha 6 milje, kurse në Korfuz tha, nga kjo pikë kaq kilometra, nga kjo pikë kaq kilometra, mori kepet dhe vendosi distancat. Pra, por është e njëanshme. E treta. Të njëjtën gjë që bëri Greqia me 12 milje. Jo, është tjetër gjë, komplet tjetër gjë. Pse është tjetër gjë sa është vendimi i njëanshëm. Po ja, është vendimi i njëanshëm pra. Të lutem, është vendimi i njëanshëm. Në aspektin politik pse ka vlerë tjetër? Kufiri nuk mund të vendoset në të njëanshëm. Dakor. Këtë gjë bëri dhe Greqia. Sa herë na i kanë vendosur në kufi ka të njëjtën vlerë politike pra, ligjërisht nuk është e njëjta gjë, po ka të njëjtën vlerë politike. 2 minuta, të lutem ta ezauroj këtë çështje. Me kënaqësi. E tjetra është harta 101 që kemi prodhuar neve. Pra kemi një kufi që është hedhur në një hartë. Kemi protokollin e çmimit të vitit 1958, që është për çështje operacionale. Ky është për çështje operacionale, është firmosur nga dy oficer të pa autorizuar për ndarje kufiri, por për veprime operacionale. Dhe e fundit është harta... Një shqiptar dhe një grek. Po. Dhe e fundit është vendimi i 2009-ës, harta ose ndarje kufirit. Tashti, një njeri normal, e para nuk kanë efekt juridik, për shkak të këtyre që trajtuam, nuk janë marrëveshje, nuk janë traktat, nuk janë vendim gjykatash. Vetëm protokolli i Firencës ka këtë atribut, që është traktat. Atëre çfarë bëm ne në grupin negociator në vitin 2018? Të gjitha këto harta i morim me hodhëm në një hartë vetme. Besë që e thjesht. I meri jetë në një hartë vetme e shikon kush është më e mira. Kush doli më e mira? Në 2009-ës? Po. Të gjitha ishin brenda 2009-ës. Pra që do të thotë, dhe në qoftë se ajo ka fuqi juridike, ti nuk ke interes ta marrësh se umbet sipërfaqen. Jo që s'ka.
efekt juridik, por dhe në qoftë se ka, ty nuk të intereson. Për të bërë, për ta Pra, bërë... më kuptove ku është... Po, kam një pyetje, po e dua përgjigjen fare shkurt. Me gjitha këto, 2009, 2018 dhe çfarë ka ndodhur deri sot, humbet Shqipëria sipërfaqe